Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar që qeveria të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në qarqet e prekura nga përmbytjet e shkaktuara nga rreshtet intensive të shiut. Në një deklaratë nga Selia Blu, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po shmang shpalljen e fatkeqësisë natyrore për të mos dëmshpërblyer mijëra familje të prekura. Sipas tij, vetëm në Durrës janë dëmtuar rreth 4000 biznese, banesa dhe objekte të tjera, ndërsa situata është problematike edhe në 4 zona të tjera të vendit. Për llogaritën rreth 4000 banesa, biznese dhe objekte të tjera. Damet janë jashtëzakonisht të mëdha. Por nuk është vetëm rrethi i Durrësit me përmbytje, nga Gjirokastra deri në Shkodër janë pra mira banesa të tjera, biznese, fabrika, të cilat kanë pësuar dëme të pa rikuperueshme. Partia Demokratike kërkon menjëherë shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në këto zona. Edi Rama apo Ramaduro që bën sehir nuk shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore në Durrës dhe në Lezhë apo Shkodër dhe qarqe të tjera, vetëm se ligji e detyron atë në këtë gjendje të përgjigjet një për një dëmeve të krijuara nga fatkeqësia natyrore. Ky qëndrim indiferent, cinik, është një lloj krimin vetvete. Në 4 muaj do të deklaronte sot një qytetar i Durrësit jam përmbytur 4 herë. Kësaj katastrofe natyrore me përmasat pa para ndonjëherë. Edi Rama ndaj saj reagon me një cinizëm ekstrem, me një paturësi, me një tallje ndaj qytetarëve të përmbytur. Ai në postimin e tij shkruan se apo fajson opozitën e cila nuk po e akuzon atë për shirat e rrëmbyra që kanë rënë. Ky qëndrim cinik, tallës ndaj qytetarëve, turpron çdo njeri që ka cip, por Ramaduro është në kaos, është në panik dhe të merë të madh dhe nuk din ç'flet. Pa diskutim që këto kanë qenë shira shumë intensive, por Durrësi kur nuk ka njohur një përmbytje të tillë. Dhe shkaqet e përmasave të kësaj përmbytje janë absolutisht vjedhja dhe vetëm vjedhja e fondeve. Mëtej, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se ende opozita nuk ka vendosur mbi datën kur do të mbahet protesta e radhës. Ai tha se të premten do të vendoset se kur do të mbahet kjo protestë.